Ky është Hajdar Isaj, 69 vjeç. Prej më shumë se një dekade ai vjen çdo ditë nga Dobraçi për të lexuar një libër në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër. Ndryshe nga të tjerët, ai ka zgjedhur që kohën e tij ta kalojë mes librave dhe jo në kafene. Në jetën e tij, 69 vjeçari tregon se ka bërë shumë punë, ka kaluar shumë rrugë dhe sfida, por librat janë vendi ku ai gjen sot veten. Këtu ka 10 vjet që unë vin këtë bibliotekë me menimin me kalu një kohë. Dhe më thanë, nga vetja gjykoj që ma mirë këto, lexoj një libër se sa të ri me shokë në kafe, le të diskutojmë cila parti fiton, kush humet, çka është korrupsioni dhe gjëra tjera jashtë natyrës sot. Kam marrë shkollën e mesme, kam marrë institutin e lartë bujqësor në vitin 1981. Shumë njerëz kur më pyesin, thonë, çka ke punuar? Tham, unë kam punuar si zogu kur bjen borë, që lviz nga një pemë tjetër me gjetë veten. Me një farë keqardhje, Hajdari tregon se libri nuk vlerësohet si dikur. Kë mungesë në vendin tonë që nuk i jepet rëndësi librit, ato është veprimtaria njerëzore, ato është dituria njerëzore, ato është eksperienca njerëzore, ato është evolucioni njerëzor, ato është jeta njerëzore. Emanuel Conti thot diçka të bukur. Shkenca është dia njerëzore organizume, nërsa mençuria është jeta e organizume. 69 vjeçari thot se të rinjt janë larguar nga leximi, ndërsa telefoni ka zënë vendin e librit, një fenomen që ai e vëren edhe tek bashkëmoshatarët e tij. Se kulturën e zhvillimit të arsimit ne e kena shumë bërë. Të vjen keq sot që të rritë nuk janë të pasonu mas libra. Unë vërej edhe në moshën teme që sa ullëm dikun me pi kafe i shofë me i celular për para. Nuk është gjë e keqe, për gjithë se cila ka kohën e vetë. Në fund i moshuari thot se sa të kem jetë do të lexoj, libri të merr me vete, ndërsa ka edhe një mesazh të thjeshtë por të fortë për të rinjt. Unë sa të kam frënë do të lexoj. Dhe me thonë, e jau këshilloj që libri të merr me veti. Unë jau këshilloj ju dhe shumë si puna juj, mas që dani libri. Njerin e shtën pa vetdia. Vetdia vjen ma vonë. Pa vetdia është natyra njerëzore, njeriu vjen nga natyra, janë instiktet e diçka, dhe vetdia është kultura që merr gjatë jetës. Ky moshuar përshkon çdo ditë rreth 5 kilometër rrugë nga Dobraçi në Shkodër, vetëm për të lexuar një libër, ndërkohë është për të ardhur keq që të rinjt po lënë gjithnjë më shumë pas librin, duke e zëvendësuar me telefonin. Dhe ajo që e bën edhe më domethënëse këtë histori është fakti se në bibliotekë i vetmi që gjejmë duke lexuar është 69 vjeçari Hajdar Isaj.